Zotëri, ka qenë një kohë që ka kohë, ka ngjarje, ka fakte. Ku keni qenë? Ku keni qenë? Na i thuni. Edi Rama ka qenë ke Instituti i Arteve. Unë kam qenë ke mbledhje, se po tash nuk më takon me fol, po kam qenë ke mbledhje ke në studios. Kam qenë ke stadiumi, kam qenë këtu. Janë ngjarje publike. Se tash janë ngjarje publike që kanë dëshmitar, kanë njerëz, kanë momente që janë gjithë të njerëz që kanë përjetu. Ku ishit ju? Ku ishit ju? Dhe dalin sot këto ne jemi të persekut. Çfarë bot? Çfarë erdhët? Dhe shkut mas i komunist, dhe mirë shkut mas i komunistin në 19-ën. Po vazhdoni dhe sot mas 35 vjetës. E di që më po përshtypje. Dhe kjo do të rrëzojmë në komunizmin. A di si është kjo është turp që të përmenet, mo qa komunizmin të rrëzoni, mo me. Ju keni komunizmin kryti uj, që po ju rrëzoj ju 4 heks varë gjithë dhe juve. Pra ne po të them që hajde ta gjykojmë historinë me ngjarje, me data, e kam përmend dhe herë, shif shkrimet e vitit 90, unë kam trajtuar në libër. Si ka shkruajtur këto me fjalët e veta? Sali Berisha e fillo shkrimet. Sipas mësimeve të Pleniumit 11, shokut Ramiz Alia, për demokratizimin e Shqipërisë, kishte orientime, që thot Sofokli Lazari, po pse do të botoheshin ato shkrime, po mos i kaloja unë? E di shumë mirë Salio. Do të botoheshin ato shkrime, po mos i kaloja unë? Sepse ti e di shumë mirë si ka qenë zëri popullit. Çdo shkrim, çdo gërm shkon te njëri komitet qendror, pastaj botohej. Dhe ky doli disident i madh që thot sot, unë vendosa i thas grus, ky heroi, dhe manipulon dhe me Kosovën, unë kam qenë janë faktet, si zotëri deshe Kosovën ti bone trafik nafte me Milosevicin, zotëri, e qujtë e UÇK në organizat terroriste, zotëri. E ke qujtë janë zezmit bardh dhe janë me zë dhe me figurë që ka deklaruti. Po ne jemi një popull që i nështrojemi të keqës dhe vim prapë që ajo nuk ballafaqohemi me të vërtetën. Sepse edhe në media, Hila, ka një gjë që kur ballafaqohen me Sali Berishën, rrin, po e them shqip, si mutin shi gazetarët. Si mutin shi rrin. Nuk i thoi 1, 2, 3, 4, fleta e, flet ke Fevziu e ke tjetri, dhe nuk i thoi zotri ti ke bokte, ke bokte. Edhe shofin të dalja i më me atë ftyrën e ti antikomuniste dhe kombëtare dhe pro-kosovare, kur ti japin faktet për faktet flasin. Më falë se e rash tavolinë. Po, ti ke gjithkohën që po i bitë tavolinën, po e atë mo. Po i shala s'bi ty. Mirë po, që po shko puna. Jo. Ore, nuk ka asnjë që të kesh qenë komunist dhe vjen për ndryshimin, se ka edhe shumë komunistë që e kuptuan që... Ja, tu ndaloj. Po prita mbaroj. Napoleon Bonaparte thot, po pritur të mund bësh general, po nëpërmjet betejave, nëpërmjet skeptrit, jo me lëvizje paralele si u bë gjithë pluralizmi shqiptar. Që erdhën nga shërptor të regjimit, nga spion të regjimit, dhe erdhe me dy gishta liri demokraci. Po pra, po s'kisa, ku do dilin nga burgja, do dinin ata në saponin. Po do dinin e dolin nga burgja, e i pat që s'mbushnin fare. Po lje, ta kam fjallën që unë nuk e shikoj negative që ka qenë Bile e Bërë si status për ato kosh, që ka qenë komunista dhe doli. Problemi është që ti mos fillo të shasi kur s'ke qenë kur, e ke shkone bën si kur s'ke qenë kur. Po pra, kjo paraqit sikur kjo është Pantarandon Arabi që e çun pushkatim. Ka një bukur, më shfiksuar, kur bënda ato konferencat në presidencë, e ka pas qenë një gazetari i Zërit Popullit, Hamdi Juve. Po. Edhe e fillon Hamdi Juve. Ju, zoti Berisha, keni qenë 25 vjet sekretar partije punë. Dhe Berisha që e shikon të me sy zgurdulluar se kish krijuar psikozën në mendjen e tij që si duket s'kishte qenë kur komunist. Edhe u zgurdullua dhe nuk po ju besonte vetë që po ja përmendin, se atë edhe 4 vjet kishin kaluar që kishte qenë komunist. Po megjithatë, ajo që më bën përshtypje dhe që më vjen në veri te ky personazh është ka krijuar një frymë urrejtje dhe ka krijuar një skot ndjekësish që bëjnë si më të tërbuar dhe që janë nihilist, janë agresiv, janë
të patru në atë që ashtu. Dhe po ta shikosh edukata e tij po është kondra, domethënë këto i godisin vetveten, sepse mënyra se sillet ky dhe ky kontingjent rreth tij të bëjnë që të dalësh mbrojtje sot kësaj qeverie ka 1000 gabime, por ka dhe 5000 më dha, nuk mund ta bësh zi. Drog, trafik, po më ku do ka drog? Çfarë bëjnë të drog? Drog ka në Amerikë më dha. Po mbërthet me kinën për punë të drogës. Për punë të drogës. Trafiku drogës është në Amerikë valla. Fentanili. Po pse ka vjet gjithë ajo kokainë që pihet në Amerikë? Kush? Unë e çoje? Ka janë rrjetet. Pra këtu kemi të bëjmë një luftë midis keqes dhe të mirës. Rama ka 1000 probleme. Ka problemin e korrupsionit, që duhet ta zgjidhë se s'bën mandatin e 4. Do ta zgjidhë se s'bën. Nuk mund. Po në anën tjetër veten hita në këtë shoqëri tonën, që jemi një shoqëri që ne shtetin e quajmë si lop, që të hymë të vjedhim, dhe kjo është kultura që ka qenë dhe kot Berishës. Po tash e mirë. Hajde ta ndëshkojmë gjithë qeverinë e Ramës. Po këto Berishës që kanë qenë zyrtarët e lartë, hotelet, bizneset, si bën këto? Si bën këto? Ai Tritan Sheo që s'ka pikë në turpit ka qenë dhe spioni i sigurimit, po e them sop. Çka të mori kartën, ta mori kartën që nuk ka pas punë në sigurimin e shtetit. Dhe del sot prap do dërojmë në Tritan Sheo mas 35 vjetësh. Prap do dërojmë në Berishën mas 35 vjetësh. Kjo është problem. Po është të mërshme më. Është të mërshme më. Dhe këto nuk kanë pikë në fytyrës dhe padyshim Rama. Po ne jemi një shoqëri që ne hym pushtet dhe jemi e korruptuar si shoqëri, sepse nuk është vetëm ai që është pushtet ose ai që është administrat, po jemi dhe ne, se kështu jemi mësuar si shoqëri që kemi qenë në ndikimin otoman, i prishvet merr punë, i prishvet merr fund. Dhe kjo nuk është e lehtë, se shpesh njeriu do të vë veten në pozicionin e atij që është atje. Ore çfarë mund të bëj unë? Kur gjithë vinë me vjedh. Atëherë do të fillojnë agaçja. Se janë vilet më burr. Janë këto dukshme, nuk po themi për ato bank account që kanë në Qipër, në Zvicër, ku e diun. Ku pse njerëzit janë budallë? Pse nuk i shohin njerëzve? Kjo vjen i vogël, por një lagje është. Dhe sigurisht njerëzit dëshpërohen. Por në anën tjetër, ky është, mendoj unë, është një proces. Dhe ajo që ndryshon me kohën e Sali Berisha është që Edi Rama i ka dhënë pushtet drejtësisë që ta arrestoj gjithë njerëzit e tij dhe kemi, ky është fakt. Janë 60 sa të arrestuar me kryetar bashkie, me ministra nga Partia Socialiste, dhe Spaku sot nuk du të natemoj Spakun, shumë mirë që është kriju Spak, por ka segmente dhe individ Spaku që po bashkëpunojnë me këte. Zotëri, ky njeri ka thonë Spakut organizat terroriste, ky njeri ka vra 4 njerëz bulevard, ky njeri ka bo 97-ën, ky njeri ka bo 98-ën, ky njeri ka bo Gërdecin, ky njeri ka bo piramidat. Dhe nuk manka asi përgjegjësi ky. Prit. Pra, kemi një disbalans, qofse Spaku, po e përsërisë të i kam dhe shpesh, hyn në lojë politike, ai nuk është më një, nuk është më një organizëm i drejtësisë. Është bërë palë. Ose segmente, nuk po them Spaku, po segmente ose individ Spakut.